Olimpik të Kosovës, Ismet Krasnishin. Doa të shojmë një fotografi tjetër. Në fakt, janë disa fotografi nga momenti kur ju e pranuat detyrën e kryetarit të Komitetit Olimpik të Kosovës. Si të shdukur nga jashtë komitetit dhe si ishte mbrenda? Si e gjete? Në fillim, këtu është ka një përgjithësi shumë të madhe kombëtare, sepse me qenë presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës është përgjithësi kombëtare, sepse përfaqësoj gjithë sportin e Kosovës. Si e kam pa, edhe pse jam aty, ndoshta po e lidhi pak me Albania Sport and Business Network, për mi marrë ngjarjet e mëdha sportive, siç kemi marrë lojrat mesdhetare. Ky ka qenë Është e patjetër që me qenë bashkëpunimi i ngushtë me Komitetin Olimpik të Kosovës. Edhe unë atë kohë nuk isha në Komitetin Olimpik. Për me lecu punën sa ma shumë, që këtë ngjarje me qenë më të sigurta për mi marrë, mas me pas asnjë pengesë, edhe pse besoj që kisha mujt me pas pengesë, po mirë po, ka qenë më e mira që unë thash duhet me qenë aty vetë. Edhe kjo ka qenë arsyeja pse jemi shku aty, prej Albania Sport and Business Network, kemi fillu biseda që me marrë Komitetin Olimpik për arsye të ngjarjeve të madhore. E tash, kjo ka qenë kryesore, sepse interesi jonë i kësaj organizate ka qenë që të fitojmë ngjarje të tilla për Kosovën, sepse është një imazh shumë i mirë i shtetit tonë. Kosova ka nevojë për një impakt të mirë. Përmes sportit, na mujna me tregu se Kosova din të organizoj, jo vetëm të merr pjesë në gara, po din edhe të organizoj. Për atë arsye, lojrat mesdhetare në Kosovë duhet të bëhen në mënyrë më të mirë të mundshme. Ne do të jemi përkushtuar që ta bëjmë sa më mirë që mundemi, që të jemi shembull për tjerë. Edhe unë besoj që mund ta dalim, sepse Kosova din me organizu, Kosova në zemër e ka mikpritjen, dim t'i presim mysafirët, kënaqen kur vinë në Kosovë, e kjo na bën neve në favor sa i përket organizimeve dhe ngjarjeve të ndryshme. Për sa i takon imazhit, vetëm judoja e dim se çfarë impakti ka pas, apo ku e ka dërguar flamurin e Kosovës. Po, cilat janë, si është gjendja e sporteve në Kosovë? Po, si shihni nga komiteti? Unë nuk jam asnjëherë i kënaqur se lypi shumë. Sa më shumë që të kemi kushte, më shumë kemi rezultate. Kosova ka nevojë për infrastrukturë sportive, shumë të madhe, edhe arsyeja pse jemi munduar dhe kemi marrë të lojra në Kosovë është pikërisht për investime kapitale që jesin trashëgimi e sportistëve të rinj, e gjeneratave të reja, ndoshta 30 deri në 50 vite të ardhshme. Në ndërtimin e palestrave të cilat janë të para për lojrat mesdhetare, do të jetë një investim shumë i mirë dhe shumë afatgjatë për rinin tonë. Me dekada nuk është investuar në infrastrukturë një farë. Jo, po që është qëllimi, sepse nëse nuk organizojmë një ngjarje të tillë sportive, atëherë është e pamundur me ndërtu në këtë kapacitet. E ki shembull, për shembull Sarajevën, në vitin 1984, kur i marrë lojrat olimpike, dimërore në Sarajevo, ende ajo trashëgimi ka mbetë aty edhe ende shfrytëzojnë njerëzit edhe popullata e asajane. Kështu që Kosova, palestrat të cilat i ka të ndërtuara në Kosovë, këto që janë në një tetore dhe në për gjitha qytetet e mëdha të Kosovës që janë të njëjta, ato janë ndërtuar në vitin 1979 kur u majt kampionati botëror i handbollit në Kosovë. Do të thotë një ngjarje e tillë i kanë ndërtuar këto palestra. Edhe sot ende i shfrytëzojmë dhe janë shumë të mira. Paramendoni me lojrat mesdhetare çka do të ndërtohet, çfarë infrastrukture sportive dhe çfarë trashëgimie do të mbetet për rinin tonë, për popullatën tonë, që është shumë e rëndësishme. Është e dhimbshme që për shembull